Thellohet tragjedia në Malishevra u bashkëshorten shtatzan në muajin e 8, 26 vjeçari ndron jetë në spital. Egzon Bytyçi, 26 vjeçari dyshuar për vrasjen e bashkëshortes së tij shtatzan. Jetlira Foniqi ka ndruar jetë mbrëmjen e sejntes në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga drejtori i mjekimit në QKK, Shaqir Yka. Bytyçi prej disa ditësh ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore pasi pas plagosjes së bashkëshortes dyshohet se kishte qelluar edhe veten në kokë. Egzon Bytyçi ka vdekur në orët e mbrëmjes pasi nuk ka arritur të bëj ballë plagëve, deklaroi Uka. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 23 gushtit në fshatin Kërvasari të Malishevës. Rasti u raportua në polici rreth orës 23:20, ndërsa çifti i ri u gjet i plagosur me armëzjari brenda dhomës së gjumit. Sipas të dhënave të bëra publike pas ngjarjes, Bytyçi dyshohet se qelloi me armë në kokë bashkëshorten e tij, Jetlira Foniqin dhe më pas veten. Rastin në polici raportoi babai 26 vjeçarit, ndërsa në vend ngjarje tuesit sekuestruan një armë. Jetlira u dërgua me urgjencë në QKK, por nuk mundi të mbijetonte plagëve. 25 vjeçaria ishte në javën e 34 të shtatzanisë, vetëm pak javë para lindjes. Ajo ndroi jetë pak pasi mbërriti në urgjencë. Ndërkohë, Bytyçi vijoi të qëndronte në gjendje kritike. QKK bëri me dije në 25 gusht se 26 vjeçari po merrte trajtim në qendrën emergjente dhe se gjendja e tij nuk ishte ndryshuar. 2 ditë më vonë ai ndroi jetë si pasojë e plagëve të marra. Sa i përket motivit të ngjarjes, nga hetuesit dhe informacionet e parat raportuara në mediat e Kosovës, xhelozia është një nga pistat e ngritura. Gjithashtu është raportuar për konflikte të shfaqura së fundmi mes çiftit, për të cilat familjarët e jetlirës kanë deklaruar se nuk kishin pasur dieni. Në media janë publikuar dhe pretendime nga familjarë të Bytyçit për problemet më parshme të shëndetit mendor gjatë qëndrimit të tij në Gjermani. Megjithatë, policia ka sqaruar se këto pretendime nuk janë verifikuar dhe nuk përbëjnë një konstatim mjekësor apo një shkak të provuar të tragjedisë.